emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje kudo që na ndiqni të nderuar shikues. Gjendet tashmë janë caktuar të mbahen me 28 dhjetor, 2 ditë apo në fundvit realisht, në një kohë kur kolektivisht shoqëritë edhe kjo jonja pret festojnë ndrimin e motëve. Është një datë që u debatua shumë, u bë me hile apo pa hile, por tashmë thuaj se nuk kanë fare rëndësi. Gjithë këto polemika ishte në pakt zonja Osmani me Kurtin për ta koordinuar këtë datë, me idenë që ata tash ndrojnë një platformë të karburantit elektoral duke satanizuar kështu edhe dorën zemër dhe votuesin e diasporës, një kontributor jashtëzakonisht të rëndësishëm, gjitha fazat të rëndësishme të historisë. Jam këtu në selinë e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kam ftuar kryetarin e saj, është kryeministrin, zotin Ramush Haradinaj. Haradinaj, faleminderit për kohën. Faleminderit, Ridvan. Duke që jeni entuziast në këtë proces, edhe pse mjaft kritik në një moment, po them, mjaft kritik kur duket e pazakont që një vend maj zgjedhje 28 dhjetor. Ka qenë kohë e vështirë, pra kjo koha e blokadesh, e pritjeve, dhe vërtet nuk jam ndi mirë. Qaj që kam shku në parlament, nuk e kam pas një ndjenë të mirë për gjendjen në për që ndodhe i veni. Mundu me i bo disha veprime gjatë tyre mujve, që me shpejtue epilogun, fundin e këtij procesi, cili do qoftë. Tashme është një lloj çlirimi, se mo nuk jem në atë pritjen. Ajo pritja ka qenë e rëndë. Ju siguroj, nuk jem një mirë asnjëherë. E kom përjetuar edhe shqetësimin e qytetarëve. Plot na pyetën, çka po bëhet, pse s'po bëhet. Tashmë veç e dim që mur fund kjo situatë, tash e kemi datën, 28 dhjetor. Dije tashmë, po. Ne kemi shpresuar në 21, se do të ishte ma lehtë për gjithë ne. Edhe diaspora do të ishte në Kosovë, që ata nga data 18 dikun, mbyllet vitin përëndim, po edhe do të ishte mundësi që me i kry zgjedhjet dhe me kalu një periudhë ndryshe, pra ndrimin e motëve. Tash është e qartë, jemi 28 dhjetor, ka qartësi. Parti duhet jetë ngatshme për zgjedhjen në cilën do kohë, por data është problematike, Haradinaj. Besoj që e menaxhojmë datën, pra... As është një goditje kjo, si do të shoh për njerëzit në një ambient festiv të dalin në votime. Është një lloj mos përfilja, mos respekti për qytetarin e vendit, mirë po ne nuk ikim përgjegjësisht askush, pra qytetarët e Kosovës ju kanë përgjigjë Kosovës, ju kanë përgjigjë atë në gjitha situatat. Edhe nuk kanë mungu asnjëherë. Shpresoj shumë që ashtu që do të bashkohem për fund vit, se Kosova Fremon është një diçka që është interesant. Nga ata që garojnë, që kryetarët partive, unë jam i vetmi që kam qenë edhe gurbeçar. Unë kam jetu 10 vite jashtë vendit, kam marrë në luftë që shedin gjithë, po 10 vite kam jetu në Zvicër, kam punëtor kam qenë, si punojnë gjithë, atëherë kanë qenë kushtet ma vështira, puna ma e rëndë, kemi hekë shumë. Unë e këzona shumë kur vinë, vllazit e motra tonë në Kosovë, se kam familjare, kam shumë mishë, unë e nja shumë njerëz që i duhe, më dojnë, do ta kenë ma letë me më votue, se t'ju thëmë drejten... Ma letë do ta kenë me të votu? Po, në Kosovë, po që një pjesë e madhe atyre që kishin pas dëshirë me na votue, nuk kanë mëri me i përmbush ato proceset bürokratike, dokumentacionin, gjithat formalitet. Shumica e tyre tani që do t'jenë në Kosovë, do t'na votojnë edhe do t'a kemë pak ma letë. Pra, nëse i sheh partit tjera, kanë votën në diasporë, po kanë edhe sistem mirë me mble votën. Ne kemi shumë vota në diasporë, kemi shumë përkraje, po nuk kemë ndërtu një sistem të mirë me mbledhat votë. Tani e kemi një përparësi se vota na vjen këtu, na vjen njerëz, po punojmë, pra ju tha që entuziazëm. Po shije, po ka fillimi, po shije dhe entuziazm. Jo, kur ki qartësi, është ma let me jetu në kohë, kur ka qartësi, kur dihet çka duhet me bo, si duhet me bo, ku duhet me mri, ka qenë shumë rënd me jetu në këtë kohën e pritjesh, po e thëmë drejtë. Kështu ka qenë një lloj situate jo e mirë, e më vjen mirë që tash jemi veç në punë.
Gjithçka është e qartë tani, një shqetësim legjitim Haradinaj ka të bëjë me vëzhgimin e procesit. Qoftë ata që mund vinë nga Bashkimi Evropian apo vendor, vëzhgues të huaj të vendit, në mënyrë që votat të ketë integritet, të garantohet vota e lirë në këto zgjedhje të jashtëzakonshme. E ndani këtë droj Haradinaj? Tani, ne besojmë shumë në institucionet tona të vendit, në Komisionin Qendror Zgjedhor, në Policinë e Kosovës, në Prokurorinë e Kosovës, në të gjithë ata që marrin pjesë në proces. Askush s'ka interes, nuk do të përfiton nëse dëmton çfarëdo mënyre votën e lirë qytetarëve, po ne na vjen edhe një vlerësim i mirë ndërkombëtar, kur ka ma shumë prezencë ndërkombëtare, vëzhguese ato, fiton demokracia jonë, fiton Kosova, që që dini ne jemi nën sanksionet BE-s, na është ndërprer dialogu strategjik me Amerikën, nëse i bëjmë zgjedhjet mirë, është një bonus ta quaj ashtu, edhe ekziston rreziku që mos me pas një prezencë duhur të ndërkombëtare, të diplomatëve, të vëzhguesve. Shpresoj që do t'i kemi, edhe është mirë me i pas. Prandaj për këtë arsye keni propozuar datën 21 Ishte dhjetor. Tani, sa herë që vlerësohet Kosova, ju dini ata në fund vit të gjithë shkruajnë raportet për Kosovën të qeveritë e veta. Sakt, po. Edhe, po ti mbajshim e një shteni, ata e përmbyllshin raportin vjetor me këtë që ata shkojnë para krishtlindjeve të gjithë, do të bëjmë çmosh që të mos ta lëndojmë procesin, që ta ruajmë Kosovën. Mund jetë e goditur nga Zonja Osmani? E thatë, nuk respektoj kërkesën jo e goditur, sepse foli me shifra nominalisht Haradinaj. Kaq parte ishin për këtë datë, kaq për këtë datë. Objektivisht, partitë e shumicës shqiptare, propozimet e tyre, duket që në tavolinën e saj nuk gjetën vend për t'u vlerësuar. Data 21 dhjetor. Nuk na respektoj. Zakonisht, një president, për të ruajtur ekuilibrin në shoqëri, gjon momente ku respekton edhe opozitën e drejtëjashme, jo vetëm pushtetin. Se presidenti është institucioni që na bashkon, edhe është institucioni që ruan ekuilibrat e brendshëm edhe ruan unitetin. Unë shpresova, të them drejtën, që do të na respekton kësaj here. Ke shpresuar? Unë shpresova se kishim edhe argumente shumë për parësitë e datës 21, nuk ndodhi kështu për fat. U vonua Kosova edhe me mandatarin e dytë. Po humbëm shumë kohë. Në një vendimmarrje mjaft diskutueshme po ashtu nga ana e Zonjës Osmani. Të dy mandatarët morën nga 15 ditë që kanë mujt me dhënë epilog më shpejt. Sidomos i dyti është dashur paktën pas një jave me reflektue. Nuk ka pas nevojë me frit 2 javë të plota. Edhe sikur e keni vrejtë, e keni pa, e thirrë një seancë ditën e njëjtë që do të votoj për mandatarin e dytë, duke ditë që si kanë votat për mandatarin e dytë, ishte një seancë gjoja për buxhetin, ishte ashtu një lojë jo e nivelit. Kush i humbi Kosovës, të flasim me emra konkretisht, në gjithë kohën që ishte parashikuar që të operohet politikisht më shpejt? Është e qartë se vetëvendosje, zoti Kurti, janë ata që e mbajtën peng Kosovën gjithë ta muj, ata i premtuan Kosovë se i kanë numrat, ata i premtuan Kosovë se është përgjegjësia atyre nëse se krijojnë qeverinë, edhe ja shihni që nuk është qeveria, nuk është kriju, fa janë ata. E trajtoni si fitore politike këtë? Jo, Zoti Kurti nuk arriti të marrë votbesimin në kuvend, as politike. personalisht, as për kandidatin tjetër. Nuk është fitore politike, e askujt kjo, është humbje e Kosovës. Fitoria politike ka ndodhur ditën e zgjedhjeve, kur ne partitë opozitare të deri atëhershme, shqiptare, kemi marrë 4 deputet më shumë se sa pushteti, se sa shumica më hershme. Po kjo ka qenë fitoria, nga kjo ditë është ditë ku jemi, edhe është dash me jahun Kosovë 6 muaj vetëm për faktin se dikush tjetër ka fitu shumicë. A e keni pritur këtë unitet, po them të ish opozitës, që nuk dha vota për Kurtin kryeministër, as për zotin Konjuca? Çka flet? Nuk mendoj se kjo është merite e opozitës, që ja kemi dhënë votat. Është merite e Kurtit.
Merit e Kurtit. Po, ai e ka kriju një situatë për vete të pamujshme dikush me bashkëpunu me te. Rallë ndohë që partit nuk lakmojnë fushtet, nuk lakmojnë bashkëqeverisje, nuk lakmojnë marrjen e përgjegjësive, edhe bojnë ashtë zgjidhje të menjëhershme ose të shpejta. Kjo është merit e Kurtit besoj. Sjellja e tij, pozicionimi i tij, zhvillimet e brendshme në vend kanë rezultuar që të gjithë jemi vetëdijshur që nuk bën me dëmtu Kosovën për pak pushtet. Cila o kauza e AK-s, partisë që drejtoni Haradinaj, në këto zgjedhje të jashtëzakonshme? Ne i shohim dy probleme serioze për Kosovën. I pari është shtajtimi i jetës, o shtajtu jeta në Kosovë, o shtajtu shumë. Edhe e shohim që shtajtimi i jetës po vjen për çmimit të energjisë. Rritja e çmimit të energjisë po i rrit krejt produkte tjera, edhe ato ushqimore, bazike, edhe gjitha tjerat. Është një situatë, pra Kosova e ka një rrezik që se çmimi i energjisë ka dalë prej kontrollit. Qeveria e Kosovës kjo që shkoi, nuk ka pas aftësi me mbajtur në kontroll çmimin e energjisë. Edhe Nuk ka pas aftësi, po thu? Jo, o tregu e pa aftë me kontrollu çmimin e energjisë për konsumatorin. O dorëzu, realisht. E kalon në dorë të atyre që tregtojnë energji, që shesin e vlen çmimin e energjisë, thu që s'ka qeveri. Duhet me nalte. Pra nëse nuk e ndalim, edhe nëse nuk e kontrollojnë çmimin e energjisë, nëse lojnë çmimin e energjisë në mshirën e tregtarëve, qytetari i Kosovës është i rrezikuar realisht. Jo vetëm me u varfru, po është i rrezikuar në ekzistencë. Ju kujtohet 2017 kur e ka marrë udhëheqjen e qeverisë në atë kohë, s'ka pas fare prodhim, 0 megawatt, sakt. Dhe ka qenë funi shtatorit. Po të hyshim ndihmëre, ashtu, pa prodhim, vetëm duke ble energji, do të bankrotojshim. Jemi detyruar me ble energji, deri në kohën sa ka fillu prodhimi, edhe e kem rikthy prodhimin, edhe ka rezultuar që 2 vjet sa kam qenë kryetar qeverie. Non-stop ka ekzistuar një dialog me autoritetet regulative, me operator, me qeverinë, me kryeministin. Për të arrit çmimin e energjisë, po 2 vjet, derisa kam dalë vejzyre, nuk është rrit çmimi i energjisë gjatë kohës time. Kishit kërkesa për të arritur? Unë shënoj që ta dhejmë kontroll çmimin e energjisë, të mos lejojmë rritjen më, dhe njëkohësisht ndërmarrim veprime të shpejta, me njëhershme, me ullë këtë çmim. Unë besoj që muj me ullë çmimin e energjisë në Kosovë, në Kosovë, pa ky është një problem serioz, se ka shtajtu jetën shumë, është duke shtajtu, nuk ka garanca mo, kur ka me na rrit prapë edhe s'ka kërkush kontroll. Në dorë tregtarëve jemi. Thu që s'kem qeverisë, që jem shtet, thu që na jemi në mshirën e Zotit. Tani, rritja e këtij çmimit të energjisë, ka është edhe më e keqja, është rrit për kompanitë. Po e marrim ndonjë kompani e përballon, po çka më u aty që kanë shërbime dhe prodhim. Të gjitha kompanitë që u ka rrit çmimi i energjisë deri në 3 herë, me një herë i kanë rrit çmimet. Edhe kjo është ka shtajton jetën shumë, pa edhe ai që ka pagë, vogël, mëshme për gjithë. Kjo është problemi real që e ka Kosova. I përditshëm. Është problem serioz. Nëse nuk e shohim. Këto u thoi njerëz Haradinaj, çdo ditë që i takoni, kudo që shkoni. Siçoni ne. Çfarë ju kërkojnë njerëz të zakonshëm? Një qeveri ekziston. Sporta e konsumit cilëve është diktuar nga një qeveri ekziston me sigurue një balans të shpenzimeve të jetës edhe të ardhurave për jetë. Detyra e parë e qeverisë për një shtet është me siguru një ekuilibër, nëse është shtajtu jeta, jo shtajtu çmimet, me i rrit pagat, me i rrit hyrat, jo vetëm pagat, të hyrat për qytetarin e vendit, me i rrit ato, që me rujt një ekuilibër, e këto e bojnë tana vendet, tana ekonomi, tana shoqëritë e bojnë, kalkulojnë qysh mos me lanë me ra të hyrat në përputhje me shpenzimet e jetës që është shtajtu jeta. Pra, që kjo është problemi i parë që e kemë në Kosovë. Nëse i marrim studentët, 3, i vot 18 vjet, ai ka shumë opcione qelë. Po cilat janë ato opcione? Me gjetë në i vend pune, kudo që mundet, me studiu ose me dalë jashtë.
me gjithë në vend pune, ose me hapa një vend pune, një biznis në një shka. Tani, nëse kishim mujt trive, kur i bojnë mbi 18 vjetë, me siguru burs për studime. Jo veç studime kuptimin universitare, po edhe studime të profesioneve të ndryshme, punëve konkrete, zanateve, atëhere e ndihmojmë atë student, ose atë tri, mos me lakmu me dalë jashtë. Ky është problemi i parë. Problemi i dytë që e ka Kosova është rikthimi i kushtetutshmërisë, funksionaliteti, ndarja e pushteteve. Çdo institucion, pra legislativi, parlamenti, të ushtron funksionet e veta, të jetë ai që e kontrollon qeverinë, jo qeveria e parlamentit, se nuk ka logjik kështu. Nikosisht që gjyqësori të jetë pushteti ndarë, edhe mos t'i shtim duhet me në gjyqësorit, ta respektojmë, ta mbështesim funksionet e veta. Kur i thash to, ndarja pushteteve... Në këtë deregje pëllu politikisht të Kosova, që të mësot edhe politikisht respekti për ndarjes pushteteve? Aktualisht ka ndodhur një shregullim ekzekutivi në këtë rast qeveria, në mënyra të ndryshme, pra e ka kontrollu parlamentin, o mënu me kontrollu gjyqësorin, nuk ja ka dalë plotësisht, po o mënu, edhe ka edhe shumë çështje që lidhen, kur thash funksionalizimin, kthimin në rikthimin e demokracisë tonë, rikthimin e shtetit, rikthimin e normave. Duket pak e rënd të mendojmë për rikthimin e demokracisë, atë që është goditur Haradinaj, atë që është lënduar sistemi në shikimin tuaj? Ka ndodhur mjaft veprime që e kanë lkund, pra atë themelet e ndarjes së pushteteve. Kur thot kryeministri, e shërmon kryeministri prokurori, se ka arrestu dikon për korrupsion, ku nuk i shkon kryeministri thirrjes prokurorit ose gjykatës, që këto janë serioze, nuk janë pak këto. Këto janë ngjarje që lënë pasojë afatgjata. Mirë po, ta shëroj edhe një herë, dy probleme i ka Kosova, këto të funksionalizimit në bazë kushtetutës, kjo aso është pyetje, po është shtajtimi i jetës, qysh mu përballë, qysh Kosova me qenë e aftë, me shtin kontrol shtajtimin e jetës, edhe me rrit hyrat për qytetarin. Fa qysh me e bë këta, unë e fillova me të parën, me çmimin e energjisë, e kuptoj rritjen e të hyrave. Po të shkonit në zyret kryeministrit, vendimet e para do t'i merrni për ta punë kontroll. Energjia, çmimi. Për turp çmimet e çmimi i energjisë është problem serioz. Nuk është vetëm problem se na u rrit disa herë. Po se ka kush ka kontroll, janë ndërzuar. As nuk e din ku ja vritin kjo qeveri. Kush don ja vritin e çmimin. Edhe këtash nuk reagojnë. Thu që janë qeveria jonë, thu që nuk janë qytetarët e tyre ata që paguajnë energji shtrejt, edhe bizneset e prodhues të Kosovës, i dytë është siguria. Në siguri, që shedini, nuk guxon mu vetë mjaftu, nuk duhet mu vetë mjaftu, nuk duhet ne me qenë përjashtues ndaj aleatëve të sigurisë. Pra, është antarësimi në NATO. Ka plot njerëz që dedhen tallje, më kanë bërë tallje kur kam thonë që do të hym NATO për afat rekord në kohë. Unë s'mu i me elaboru çdo aspekt, se nuk bëhen, zakonisht për tema që NATO nuk elaborohen këtë aspektet e veprimit, si do të arrish atje ku do të arrish. Për shembull, nëse kthehemi në kohë, bërja e ushtrisë Kosovës ka qenë shumë proces kompleks. Ku po thot, flas kompleks. Nuk ka dhënë asnjëherë shumë detaje. Shumë kompleks. Ka pas pengesha. Zoti Isa Mustafa, ish kryeministri, tha Kosova duhet t'ia di për nder. Ish kryeministri Haradinaj për i punë të jashtëzakonshme. Epokale që ka bë bashkë me Washingtonin, me miqt atje, për t'i bindur atje. Nuk e di ta si ka arritur Haradinaj t'i bind ata që Kosova të ketë ushtri me 3 ligje që i nxorrin kuvend. Dhe unë e Zoti tha që nuk arritëm ta bëj me ndryshime kushtetutëse. Kryeministri Mustafa ka qenë ndjenit kësaj punës shime, edhe kam pas nderin ta vizitojnë familje, ta diskutojmë këtë temë me te, edhe ka marrë përkrajen e tij. Keni ndarë detaje me... Po, e ka marrë përkrajen e tij në këtë proces, kuptohet me këshillën që
ta bëj në konsultimin në bashkëpunim plot me alatët tonë, më ka jep këtë këshill, më ka thënë lut na bë kujdes në hafa se është temë e ndihshme se mi ka treguar edhe vështirësitë të kaluamës që ka hasha ai edhe presidenti Thaçin në të kaluamën, ka bën kujdes, po e kim mbështetjen e LDK-s time. Ashtu si më ka dhënë këtë mbështetje edhe zoti Veseli, po nuk muj me përjashtu edhe zoti Kurti. Më ka dhënë këtë mbështetje, se kam shkuar te ai, jam konsultuar me të për ligjet e ushtrisë, që ka pas ato rezervat e veta që nuk bëhet e tjera. Çka deshte me thënë? Me vë ushtrinë e Kosovës, ka qenë shumë proces kompleks. Për shembull, kemi 10 ushtri që shërbejnë në Kosovë në një mandat të OKV-s, rezoluta 1244. Po. 10 ushtri. Disa për këtyre ushtrive janë të vendeve jo njohëse. Që se ka njohë Kosovën, ke në Kosovë. Slovakia, të zëmë, po. Ka pas të tjera që Po, naturisht. Po. Edhe ka. Ka qenë kjo një situatë shumë komplekse, jo e lehtë. Pastaj, kanë qenë obligimet e marra që nga Pakahtisarit, kushtetuta jonë, edhe disa dinamika tjera. Edhe ka qenë sfida e ndryshe thonë aqarimit të marrëdhënieve me rajon, me fqi, me tjerë. Nuk po flasë me fqi me cilë dihet mo, me cilin, me Serbinë, se Serbia ka qenë në atë kohë kundërshtarja kësaj teme. Mirë po kemë arrit me e kry, dhe atë pas një pasoj për Kosovën. Pas një pasoj për Kosovën. Kur është bo ushtria e Kosovës. As një pasoj që kemi marrë. Pra nuk kem pas, as një dom që ka këtu nga veprimi ynë. Kjo ka qenë ajo mrekullia, mjeshtria e kësaj pune ka qenë, që është bo ushtria me gjitha drejtat e çdo ushtrie në botë. Në mbrojt, në ligjet e ushtrisë thuhet se e ka detyrë kushtetuese mbrojtjen e tërësisë territoriale, të sovranitetit, kufive, të popullit. Po. Edhe s'ka dallim jugeveria, lindje perëndim, këtë Kosovës. Me raste u bë edhe kjo debat puna e veriut. Jo, në ligje nuk ekziston asnjë klauzol ndryshe. Nëse i merr ligjet, 3 ligjet, po. që i ka votu Kosova, Po. e në bazë cilave tu ka mbështetur ushtria jote, tu ka pranu, nuk ke asnjë kufizim. Janë nën produkte ato tjera që kanë ekzistuar para ligjeve, nën produkte, po. nën produkte. Ligji është akt më i lartë i parlamentit me 2/3 e votës, se mos harroni jo votu me 2/3. Tani, edhe çështja e antarësimit në NATO, se nuk po ndalem më te kjo pjesë, është shumë komplekse. Kjo është rëndësishme Haradinaj, sepse edhe po, te NATO jo, po është rëndësishme kjo ushtri. Mori aprovimin e James Mattis, me cilin sot keni raporte ende Haradinaj? Dani korespondenca me ta? Bashkëbisedoni me ta? Ne asnjëherë shikputim raportet me alatët tonë, me miqtë tonë, disa prej tyre janë aktiv, disa janë tash në situata tjera, po nuk humbin komunikimet kur. Ushtria u bë e Kosovës me ato 3 ligje, vetëm pse ju hyt garant në këtë proces, duke shfrytzuar dhe miqësinë personale me Washingtonin, me Pentagonin, Haradinaj, sepse i kem parë dorën zemër gjithë ato pamjet që në raportuar me saksi nga mënyra pritja. Mos me kalu në vetë lavdrime në burje. Po jep në i detaj më Haradinaj. Une Kosova ka ju garant, kuptohet përmes meje, se unë kom qenë ai që e kom përfaqësuar Kosovën, Kosova ka ju garant, mirë po i është besu, do thotë marrëdhëniet tona me Amerikën, me misionet e sigurisë të Amerikës janë vërteta, nuk janë falsë, nuk janë fasadë, nuk janë propagandë, janë ekzistuar ato që nga kohrat e vështira që i kem kalu bashkë, e deri sot edhe vazhdojnë. Ato janë serioze, janë reale, janë të Kosovës, nuk janë vetëmia, ato i bëj për Kosovën, nuk asnjëherë s'kam provu me nxjerr në përfitim personale, grupora, për aleancën, po vetëm për Kosovën. Në platformë elektorale nuk e shndrove këtë përpjekje, e vërtet. Në platformë ajo që mu i mi thonë qytetarëve të Kosovës, siguria është shumë e kushtueshme, shumë e shtrejtë. Për shembull, fakti që ne kem pas këforin këtu, nuk kem shpenzu shumë në siguri, e kem ujtë në i bavë të rrugë, e shkollat, e shumë investime tjera. E me dhënë pagat. Sikur që ishte dashtë me pagu ne vetë sigurin, që shedini veriu nuk është veç zubim po toku e Lefosavici.
Vereu fillan në lugu i but, mi vrel, të shtogut. Telkeni Shatrovic vë Trakufini. E vazhdon për 400 kilometra deri në Kumanov, deri në Hantelezhi. Trakufini, Kosovë, Serbi, Maqedoni. Rujtja e sigurisë për Kosovën është shumë ma jemi në fitim na, duke e bo bashkë me ata që e fitu në luftën, duke e bo me Amerikën, me alatet e sigurisë. Antarësimin e NATO e mbyll një herë për gjithmonë çështjen tonë të sigurisë. Këtë këshit kërkuar edhe me nënshkurta dhe para nënshkurtit Haradinaj. Në vazhdimësi e keni nënvizuar rëndësinë që ka Kosova që të jetë pjesë e kësaj arkitekture të sigurisë së mbrojtur. Nëse hym në NATO, siguria na kushton ma lirë, nuk jemi vend i rreziku dhe muj me bo ekonomi, muj mu zhvillu, na rritet vlera e vendit tonë, na rritet vlera e çdo pasurie që e ka Kosova. Në rregull, po si të bëhet Haradinaj? Sa është rrugë me stopa unë di me e bo këtë fund. Di me e bo, shiqat nuk zbërthejen të punë kështu. Ju të regova, bërja ushtrisë ka qenë shumë proces kompleks. Shumë proces kompleks. Aq indishëm së ta mërmenja sa. Pra, fakti që ke pas 20 e sa ushtrit huja këtu, në detyrën e ushtrisë, me bo dhe veni që këta kanë ardhur me e bo ushtrin, ka qenë një shpërputje e madhe, ka qenë një situatë e ndishme. Vendet e njohshme të Kosovës, antarët NATO-s, i votu ligjet me t'i aprovue sekretari i mbrojtjes, atëherë që tash është sekretari i luftës, generali Matis, e me t'i aprovue edhe alatet tjerë, ka qenë një proces kompleks, po është arrit, tash është realitet e përsëri pak flet për atë periudhë. Vetëm flet për finale, nuk bë. Nëse shpenzojmë atë, presh me folë ku ta krymë këtë tjetën. Kër e krymë ta... E ki ende plani aksional i antarësimit NATO, siguri dhe ekonomi. Është i lës gjithë pra që mos bëhen as pesimist. Se di që më kanë talë, dikush ka thonë që Haradinaj po premton NATO-n Për 3 mujtet ka thënë. Po, ka thonë që kur t'ishte sekretari NATO-s. Unë s'kam qenë sekretar i mbrojtjes të Amerikës, nuk kam qenë shefi Pentagonit. Po e kam bëu ushtrin si kur t'isha shefi Pentagonit. Se e kam marrë bekimin e tij. Ju lutem nëse don me kry punë, si rasti i antarësimit NATO, vetëm një po të vynë. Vetëm një po. Ajo është nga? Tani njajtë si atëherë. Vetëm një po të vynë. Foja marrë po, sekretarit luftës të Amerikës. Të gjitha tjera janë proces që du t'i bëjsh, po vetëm një të vynë. Keni raporte me të? Jo me profesionalisht, po me Pentagonin kem pas, në vazhdimësi kemi edhe me misionet tjera. Pra vetëm një të vynë. Vetëm një mundësi me marrë por. S'ka tjetër. Po që të ndodha ajo nuk është ka që letë si për shpjegon Haradinaj. Si qeni, nuk ka qenë letë poja për ushtrin tonë, për ligjet tonë. Merni lexoni ligjet e ushtrisë Kosovës votuar në parlament. Merni ligjet e cilës do ushtrirë në votë. A dallojnë këto tonat për ndonjë ligjit e ndonjë ushtrie në votë. Merni ligjet e ushtrisë Shqipërisë. Merri të Amerikës, merri Gjermanisë, merri gjithkuj. Nëse ka një dallim, një kufizim ushtria jonë, në raport me cilën do ushtrit vodës flasim, to situata janë reale. Unë këtë situatë e kryj, këtë punë e kryj. Po zotoni Haradinaj që mbaroni këtë punë. Po. Po asë një hamendje. Po. Se je i kësaj fushë ke... Unë nuk e kryj, unë e kryj në Kosova. Jo, Kosova s'mund ta kryj, ka 2 milion banor Kosova, s'mund ta kryj Kosova, po prandaj po them. Unë jam Kosova në këtë rast, përfaqësoj Kosovën. Kosova e kryj. Pra në rashe, për shembull, sikur të isha kryetar qeverie, nga dita e dhënies zbetimit, në ditën e 19, ose në 100 kur i raportoj Parlamentin Kosovës, do t'ja raportojsha të arriturën e caktuar, aprovimin nga sekretari i luftës, se tash quhet sekretari i luftës. Sekretari i luftës, po. Aprovimin nga sekretari i luftës të antarësimit të Kosovës ose ftesën. Pastaj ka janë do procedura se ajo birokracia e këtyre marrëdhënie vazhdon përjetësisht. Po aktin e ftesës për Kosovën
do t'ja jepsha Parlamentit Kosovës. Për 90 ditë. Një momentum i jashtëzakonshëm politik e i sigurisë për Kosovën, në këtë arkitekturë, po them të trazuar, të kundër sigurisë Haradinaj. Përsa kohë që po flasim edhe për anë gjeopolitik sot në botë, një Rusi me ambicie territoriale, një Serbi në kontrollin pak a shumë të... Nëse i lën vetit dilema, nuk ndohë ku gjatë, nëse janë mbyllë rrugë tjera vetës, edhe thunë du me bë këtë fund, se kjo është me rëndësi për venin tim. Palë tjera ta shohin seriozitetin në temë. Se unë ku e marrë me ushtërinë, palë tjera e kam pa seriozitetin në temë. E kam pa, kom ditë me ja u shpjegu dobit e tyre. Për shembull, një prej dobive që ja u kom shpjegu për krijimin e ushtrisë ka qenë pikërisht ajo që ndodhi më vonë. Në rast të zhvillimeve të këqija në siguri, ku ju doni me çu trupa gjithkohë. Mos u mërzitni për Kosovën se e kem ushtrinë, e keni t'jujen tu. Pra, ju kom thonë që ku t'ju vynë ushtarët e juj, ju nuk e leni thatë Kosovën. E keni ushtrinë e Kosovës që është pashtë ushtrije juja, se na dojmë hynë NATO. Edhe antarësimin e NATO, bëhet në një kauz, bëhet në një interes ndërsjellë, nuk bëhet i shpatat Kosovës. Reciprok për natyrë, po. Bëhet në një interes ndërsjellë, Kosova mundet me qenë kontribuse për NATO, mundet me qenë një faktor i rëndësishëm për NATO. Për pos faktin që kur hyn Kosova në NATO, ata shlirohen nga domosdoshmëria me rujt fizikisht, sa atëherë të runë kontrata e madhe, edhe një antar të NATO-s mu ja rrezikon në armik i madh, po jo në armik i vogël, si Serbia në këtë rast, skuxon me u lazëru Serbia me antar të NATO-s, atëherë janë mundësit, ata mundësiru për neve, na me marë, ma shumë përgjësi për vetën, edhe janë mundësit ne me ju ndihmu atyre, me trupa, me shërbime, me... Kjo prioriteti ju, Haradinaj, jo vetëm tani, i Kosovës, e kuptoj, që është interes strategjik i Kosovës në këtë arkitekturë të lëkundër sigurisë në botë. Urgjencë e Kosovës, për Kosovën është urgjencë. Urgjencë është, pra nuk është veç prioritet, kjo është urgjencë. Ashtu si është urgjencë me ndalë rritin e çmimit të rrymes, mos me na u rrit për ditë. Ashtu është urgjencë antarësimi në NATO, pra me umlu, me ja qitë kulmin sigurisht tonë, përjetësisht. Do ta shpejton të kjo dhe një finale me Serbin, një proces i diskutueshëm, i zërshëm, Haradinaj, që askush thuaj se nuk let për ato detyrime që ka marrë Kosova, ose qeverit e me përshme. Ma herët folem, se nëse i zbërthet gjitha, nga njëre është para kohë. Mirë po, një vend antar i NATO-s, nuk është më invarë nga njoja e një vendi që së është antar i NATO-s. Kine parashysh, nëse më rrim, se edhe kur është bo ushtria, nëse kem pas njojë nga Serbia. Jo. Edhe kur është bo ushtria, nëse kem pas njojë nga vend antarët NATO-s. Dhe është bo ushtria, dhe ushtria po rritet, kontratat, marrëveshjet, besoni këtë që ndodhin sot. Kanë mujtë me ndodhë ma herë dhe ma mirë, po janë vonu ka pak qevejtarë tonë, edhe nuk kanë ditë me i menagju mirë ato mardhanje matutje, edhe NATO është ashtu. Pra, mos e haroni këtë ku ju flasë, qytetarët e Kosovës, Kosova, i ka disa mundësi. Do të shuj ambicjet për territor të Serbisë, antarësimi i Kosovës NATO? Përfundon ëndra e Serbisë për Kosovën me antarësim NATO. Përfundon ëndra e Rusisë. Përfundon ëndra e çdo kujt tjetër. Kosova antari NATO-s është ekuivalent me shumë çka tjetër. Është ngjarje e madhe, që pas shpalljes pavarësisë Kosovës dhe njohjeve që kanë ardhur nga alatet e fuqishëm si Amerika e tjerë, momenti i dytë më i fuqishëm për shtetësinë tonë ka qenë ushtria. Se për të ekzistuar si shtet, duhet me të njohur drejta në mbrojtje. Pra është një prej kritereve të ekzistimit të shtetit, pavarur, sovrane, me radhë. Antarësimin e NATO është vërtet e arritura e radhës më e madhe që mund të ndrojnë shqiptarët e botës për Kosovën. Se është arritur e gjithë shqiptarëve kjo pastaj. Nga ky moment ne kalojmë në një etapë këtë tjetër, të zhvillimit në brendshëm ekonomik, të rritjes së standardit, edhe jemi partner, jemi dikushi, një antar i NATO-s është dikushi në çdo lami tjetër. Flet me entuziazëm edhe nga trashëgimia e përvojës tuaj, raporte me
shi qenë kryeministri i vendit, nuk guxon me harxhu 100 ditë. Pa shku në Washington. 100 ditë e para, pa shku në Washington. Vizitën e parë do të me frekatit për Washington. Nuk guxon kryeministri i vendit me i kalu 100 ditë pa shku me u taku me sekretarin e shtetit, me sekretarin e mbrojtjes, edhe eventualisht edhe ma shumë, po të paktën këta dy, me njëherë. Ajo është adresa e Kosovës. Nuk guxon, nuk mund është ti me besu që je i mirë për vendin tënë, shifni çka ndodh në botë. Shifni sa prezident, sa burrat shteteve, të çfarë shteteve të fuqishme, me triliona. Po rrin nga ditu me shku te presidenti Trump. Dhe liderët evropianë bëjnë atë. Po të Nga merë se Macron e gjithë, të gjithë në reshtri me shkue. Për Kosovën, fakti, vetëm fakti, që ti ke hyjë aty. Dhe nëse merë bekimin e tyre, që s'ki mo të lash. Për 5 minuta në një intervistë të mëhershme me ka thënë, aq prioritet është për Kosovën që të zbarkojnë shtëpi të bardhë. 5 minuta mbaron çështja me presidentin Trump. Ja tash ju tregoj diçka që shumë njerëz ndoshta Me të mbaron punë, me ka thënë për 5 minuta. Shumë njerëz nuk i shohin këto zhvillime që na jetojmë këto sfidat tona, përqahemi, shahemi, na marrin vëmendjen këto kush ka tha, kush ja la kuj fajin. Edhe këto propagandat e fyrjet e gjitha këto që na ndodhin në vend. E po harrojmë me i pa interesat e vendit. Po harrojmë me pa ato që është jetike. Presidenti Trump, sot mundet, sot. Fare pa e thirë delegacionin e Kosovës. Fare hiç, vetëm me eftu Vučićin, shpit barë që me nëzish pret me i shku. Edhe me i thonë, Mr. President, po një fraj një ojë në Kosovë, qëtu, sa e këtu me mu. Edhe besoni që e krynë. E krynë kështu në sekund. Sekretari mbrojtjes të Amerikës, të sekretari luftës. Nëse ai thot, we welcome Kosova i NATO, çaja fjalë vinë me kur gjë tjetër. Me boj, me i thonë kryeministit Kosovës, të jap dorën atë, me thonë, we are blessed, jemi të bekum, se po e preshim Kosovën NATO, edhe ftojmë Kosovën NATO, ti pun tjera i kreve. Çdo sfidë tjetër, është ndryshe e thonë me domino, nga e para që e more, të tjera t'i ki në zinxhir, i ki të kryme, halkat funksionojnë vetë. Edhe vene tjera, ka plot vene që gëzohen, kur ta thot ty Amerikate, që janë alat tonë, na dojnë, po nuk mund me thonë po para Amerikës. Ata do të me thonë po. Në kontekstin tonë ndodhe diçka krejt tjetër, u dalu një dialog i planifikum strategjik që të nisë me SHBA-t, ku përfitimet do të ishin të jashtëzakonshme në pikpamje të përgjithshme, të sigurisë, të ekonomisë, të gjithë arkitekturës së interesit. Por kaloi në margjina kjo temë, thuaj se nuk ndodhe asnjë gjë. Unë mendoj që është e padrejtë çapo i ndodh Kosovës, edhe sanksionet nga BE-ja. Edhe ndërprerja dialogu strategjik. Nuk ka në rregull me ja bë Kosovës të Evropian dhe Amerika, po flas kështu. Nëse kanë shqetësime me një udhëheqës politik, nuk jam për atyre që i gëzona fatkeqësisë kur kuj, që unë kam rënë për shumë fatkeqësi personale. Ju dini kam qenë për tana golgotat e mujshme. Po. Por ata kanë mujt vetëm me marrëdhëniet me qeverinë. Po jo me Kosovën. Dialogu strategjik prek interesin e Kosovës në këtë rast. Nuk është ngjarje e vogël. Sankcionet që na i ka bë BE-ja, na prekin gjithë neve, janë 1 miliard euro të humbura. Nuk po arrin të arkëton Kosova. Po unë besoj që duhet, shpresoj që me njëherë pas zgjedhjeve, kjo do të ndodh me prioritet. Me rikthy këto shpejt. Mirë po të njëherë sheraj, kryeministri i jashtëm i Kosovës, ministri i jashtëm i Kosovës, presidenti i Kosovës ose presidentja. Këta duhet me punu bashkë për vizitën e parë të kryeministrit në Washington. Çdo aleat yni. Urgjente thonë. Çdo aleat yni duhet me punu këtë. Aja vizitë, së paku, duhet i ketë 2 adresa, nëse nuk arrin të presidenti me njerë, se është koha shkurtë, për shkak unë shpresoj, me qenë unë menoj që arrit të presidenti, po si do që tjetë në Kosovë, duhet pakte me qu kryeministrin tonë në departamentin e luftës, në departamentin e shtetit. Bile une, çdo herë thom se si politikan i dashme thonë departament shtetit, që është ministria jashtme.
Ama se njeri që ka synim antarësimin NATO, politika e bën, na e dim që ata kanë kontroll civil, por mendimi i sekretarit luftës është shumë serioz. Pa diskutim, por gjithë të tema për një Kosovë të ardhshme, jo vetëm politikisht, janë të një rëndësie të veçantë pasi. Lloj dileme, po u observua nevoja që ka vendi, të lëviz matutën, gjitha këto dimensione strategjike, Haradinaj. Edhe në shishjam, kryetar qeverie, unë kandidoj, edhe në shishjam, do të ndihmoj kryeministrin e Kosovës, cili do të qoftë, me emriket qëllim. Do të na merr pak, ndoshta më gjatë, po do të ndihmoj. Gjitha këto tema të rëndësishme, po mbetin në margjinat, në hije, gati, të një klime, ku fjalori politik, po prodhon antagonizëm të thellë, polarizim të madh, deri në përmasa sa jo dhe të tjera parti shqiptare, po quheni që keni bërë pakt me listën serbe, këto tema lokale, që kanë bënë mbase për një grusht vota, por gjithë kjo po manifeston një disponim toksik të njerëz, vështirë, mbase edhe i menaxhueshëm. Ju deri tani folet për një Kosovë të rëndësishme në ato dimensione, në ndërkohë këtu gjymojnë rrjetet sociale dhe polemikat, je me listën serbe apo nuk je? Tani, unë e këto komplekset... Heroizmit, të kuptoj. A jam shqiptar, a nuk jam? I kam shërue kër i kam dalë verbal Miloševićit. Makinerishti, kër kam marrë pjesë mbetëja që mjenë bra bashkëftar zot, familjes e tjerë. Dhe unë tash jam një nivel tjetër të punës. Nuk jam në të fillimet me kallëzu që jam dikushi. Unë du me më folë puna. Unë jau ku më kallëzu vendin veri. Jo kjo qeveri. Unë jau ku më kallëzu vendin veri. Të gjithve atje. Të gjithve atje. Po jo i vetëm. Të lutna. Unë jau ku më kallëzu vendin me alatët tonë. Dhe me Amerikën. Me Amerikën jau ku më kallëzu vendin veri. Jo e dene që shëndal një takimi liste serbe në Mitrovic. Jo e dene ministri i sotshëm jashtë e Serbisë që o sjellë në Prishtinë. Nuk ka qenë ideja jame me frunë Prishtinë, ka qenë ideja veç me këthyja në kufirit, dhe i dini si janë zhvillu proceset në veri. Ne kem pas të kry me verim. Me Amerikë, është me gjas këta kur kanë anë pushtet, nuk kanë ditë me bo zhvillim, nuk kanë ditë me kryu argumentet tjera, edhe ju kanë vetë ndohë që kjo ideja që janë patriota. Patriot është ai që i sjell rezultate vendit, jo ai që merr merita. Ne në luftë s'kem marrë merita, nuk kem ditë me i marrë, edhe... Duket pak e habitshme Haradinaj që juve ta zëm të ju bëj vetting heroik. Kushdo tjetër, je ende me plagë në trup. Shiqa, ata janë... Unë po, vërtet që kom plagë në trup, edhe kom pjesë metalike në trup. Edhe sa herë bëj rengena, qoftë në aeroport e mdalin. Edhe nuk janë të vogra, po si kom bo fotëm ja u kallëzu venat e plagëve të mija, disa shihen, i lutem me listën serbe, ai që ja ka kthy pushkën Milošit, veç këto një. Me listën serbe, ai që ka bo ushtrinë e Kosovës, nuk është. Me listën serbe, ai që i ka dalë tonëve kundër, ndrimit kufive me Serbinë, ndarjes ose çfarë tjera. Nuk janë këta që e kanë dalë ndarjen e Kosovës. Nuk janë këta, e din të gjithë. Këta po flasin se s'po kanë diçka tjetër, po duhet me shqiblu dikon. Ta bojnë prerje të këtyre videove, e bojnë kësi skenash, unë nuk kam dërmarë, as një vefrim, ju siguroj qytetarët e Kosovës, as një vefrim timin. Në Kosovë, edhe në punë me veri, edhe në gjitha ato, edhe takimet që mi kritikojnë që e ke prit të ata, i lutem i kem bon në koordinim me alatët tonë sigurisht, në interes të Kosovës, jo në interes tjerve, edhe në interes të rezultateve. Ju të regova e kem bo ushtrin, edhe s'ka pas as një pasoj Kosova. Pra ligjet e ushtrin që janë votu,
Në Parlamentin e Kosovës 2/3 dhe asnjë pasojë Kosova. Dikun Haradinaj... Nuk na kanë shtinë sanksione BE-ja. Jo. Nuk na ka ndalë ndonjë marrëdhënie Amerika, në të njëjtën kohë taksën 100% ja kombajt Serbisë. Hajt pyeti që ta që po thonë Aleanca dhe Lista Serb ose opozita, ju lutem, aty s'ka taksa 100%. Se majti ky kur ti e hekim me herë 100% taks. E keni pa kur I vendosi tarifat presidentit Trump çfarë lufte u bën këtë botë. Unë I kom vu 100% taks servis. Ti thosh Ramush Haradinaj. Aleanca si e mani more si u vret Zoti, mani si u ka pra ta janë kështu janë me vetëm. Besa kjo është arsyeja pse janë me vetëm tani as. Se këta nuk po kanë kufi për pak vota çka s'po bojnë. Nuk I do kush njerëz sot. Si që na këmë pas për balje edhe me tjerë, po kur si ka leju vetës, me thonë Ramushit, je me shkije. Qysh me shkije? Luftova në luft. Ta vonë Austrinë. Ja fitova betejën Kosovës në tribunal ndërkombëtar. Ja qita taksën 100%. A këto ko kanë për Serbi që I bona në gjitha këtoa? Pa marrë asnjë dënim për Kosovën. Nuk ka përjetim I letë. Nuk ka përjetim I letë, po thëmë, edhe kur përballësh me këtë lloj. A njerëz kur bojnë kështu, ai mundet me mi gjetë beanet e mia, se s'ka njeri pa beanet, edhe s'ka politikan perfekt. Është natyrshme. Nuk jam perfekt, edhe jam vetë kritik. Po të thush, për ata që I ka 2 vllazë në tokë, ata që I ka, se s'po du me I frënë këtë temat e familjarëve tjerë, se s'po du me haflavë. Thush për ato që I ka kaluë 4 vjetë mshil, në qelin hagë, e 8 vjetë procese gjyqësore. Për ato që I ka bo ushtrinë e Kosovës, për cilën ta shta po dalin sëret, si për vinë 3 drona dalin sëret me ta. Thush për ato që I ka qitë taksin 100% servis. Thush për ato që I ka përzon prej vereu. Ata që u këthyjnë me na kërshnuë, ku erë kurti, se sa më konon jo. E ti thush je me listën sere, me fana diska po, jam. Se ti e më I zisa ata, kur fletë kështu. Kush do që I fletë kështu, besani nuk kanë rregull. Nuk e kanë veç për vete. Po, janë do situata që këta I kanë te I kalu, nuk faren këto, I e këtu jaj. Po ai që I thotë Ramushit kështu, besa është argat I drejqit. Mundesh Ramush një gjithë 1 milion behana në qeverisje. Çka do të qoftë? Por ti thush Ramushit që je me 2 vllazën tokë. E me të 2 kom qenë aty ku jam vëra. Edhe nga dita e parë deri dita e fundit se kom çu pushkën vejdore. Kush jeti me I thonë të fjalë? Me ka një jeti që po I thonë të fjalë. Këto janë propaganda që ma po Serbia mu. Serbia mu në me zbe, me gjvesh, me mdëmtu, me shumë qka tjetër. Serbia, Rusia, luftën hibride që e përmeni mandatari, kunder me e bon Rusia, Serbia, edhe një pjesë e këtyre. Nuk ka logjik javë. Nuk ka logjik. Si që, pra ta, kjo është një lloj mallkimi për ta, që po bojnë. Se, unë e kom një shpreje, unë e thëmë të gjithve. Si qani, kush sjellët kështu me mu, vërtet unë e heki. Se të na tu talojnë qaj, të na e propagande, njëna e atje, në mërgat, e një këtu. Ndëgjën këtu, ndëgjën familjarët, mund të shojnë fëmijët, po. Vish beshani, si thëjmë na, si në vend shajt me frejk. Nuk kanë me fa dit ata njerës që sjellën kështu me mu. S'kanë me fa dit, asë në politik, asë në kur gjo kur. Se janë do vlera që nuk ko mirë me I prejka ashtu. Jo në atë bashkë, prekin gjëra tjera. Vërtet unë jam politik, e meritoj luftën, përballjen, për mënyrën e bërë betej politike, po. Jo, për qeverisë vetë, po ti thushti që je me armikun që e ka vra, që mi ka vra familjarët, o që ti thomë Saranda Bogojevshit, ti je me Serbi. A ma qëtë goja mu mi thonë Saranda Bogojevshit? Kujtës që mi e tërgua. A vashfije Krasniqit, kur s'ma qëtë goja, një. Aty në përja qëtë goja. Mi thonë Ramushit për garë politike, më falë, ti koke me ta, ti për dëshmon që je me ta. Edhe po shihet që je me ta. To janë disa situata që unë nuk është se I përjetoj rënë që unë I shërbej venit, I shërbej atë dhëtë.
Unë s'kam kontrat me palë politike. Vesh një kontrat e kam njetë, nga dëmë dhe kombit. Edhe vesh një besnikri e kam njetë, besnikrin e kam dhe atyre që në alat të dëvët edhe kombitim. Pra kam besnikrit përjeqme me Amerikën, me alatët tonë nuk ndryshojnë për mu. Haradinaj, ishi 2 herë kryeministër, nëse marrëmi totalin e gjithë periudhës së muajve sa që ndruat në pushtet, ishte 2 vite e 6 muaja, po? Orientimisht, po them kështu, 2 vite e 6 muaj dhe gjithë këta 3 muaj ishi parë para se të shkonit në të kërkoshit në Hagë, në tribunalin e Hagës Haradinaj, dhe së dyti që qëndruat më shumë se 2 vite në pushtet. Në këtë periudhë bët ushtrin, ligjin për Prishtinën, ligjin për Trepçën, ligjin për Kastriotin, për Obiliqin. Çka ju shërbej gjithë kjo periudhë, cili leksioni kësaj periudhe në pritje të kësaj betejë politike për zgjedhjet e ardhshme, përmend 2 prioritetet nda, sigurinë, NATO-n dhe ekonominë, uljen urgjente të çmimeve të faturave të energjisë, që po ndikon në mënyrë zinxhirore në shportën e konsumit të njerëzve. Edhe që ka dalë për i kontrolit. Po nuk po e vajtoj vetë që ka ndodhë, po që ka po rrezikon me në ndodhë. Se paralajmërohen shëjtime tashme. Kur kam qenë kryetar qeverie në 2004, me presidentin Rugova atëherë, 3 puni kam kryer. 3 puni kam kryer. Së pari e kam kriju departamentin e kategorive të lirish në NKB. E kam vendosur udhëheqës i departamentit Bajram Pajazhitin. Vllajën e herojt Zahir Pajazhiti. Po. Edhe e kemi vendosur pagën e parë për familjet e dëshmorëve. Që atëherë, në 2004, në NKB. Puna e dytë që e kam kryer janë 2 ministrit. E mbrëmshme dhe drejtësisë nuk i kem pas në kompetencë. Jo, s'kan qenë. I kemi marrë kompetencat nga OKB-ja, pra të mbrëmshme dhe drejtësinë, Ministrinë e Policisë e Ministrinë e Drejtësisë. Cila është e treta? Dorëheqja. Me dorëheqjen time, i kam kriju një bazë Kosovës, një kredit. Pra dorëheqja ime e tillë, shkuarja edhe përballja me drejtësinë, me dinitet, ja ka kriju Kosovës një fuqi, një kundërvlerë që ka qenë, që shedini Kajajde edhe plani Ahtisarit. Po. Pra, ardhja e pavarësisë është ndihmu nga akti jemi dorëheqjes. Ma në men, pra, to 3 puni fola, kategoritë e lirish, i kom kry për ato 100 e para. Kategoritë e lirish e keni gjallë Bajram Pajazhitin. Këtë ne është ashtu. Po. Vllajën e herojt. Nuk e kom marrë një Dugaxhinit. Në shku e kom marrë në Skajna atë dhëut, vllajën e herojt Zahir Pajazhiti, që është fashtë i Dugaxhin që e dojmë, që shidojmë gjithë herojt, e familja shaj gjithë tjerë, por e kom marrë ata, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë në mandatin e dytë, unë i kom pasë qëllimet e qarta. Suksesi i parë, e arritura e parë është me kthy prodhimin e energjisë, 0 megawatt, a mundesh me besu, 0 megawatt është prodhu në Kosovë. Kam raportuar me kthy, në detaje për atë. Mos dashmi që vendos hadën e Shqipitulën, mos dash me u prish me ata që tregtojshin rrim, që ishin e blegjin, se ata fitojnë. Je prish me ta. Po normal që kur kom prodhuj, ata e kishin blloku prodhimin. Ata ishin tonë, mos më lonë mu prodhu, si sot. Ata që tregtojnë energji, janë të fortë, kanë pare, edhe po duket shqyqani, ata po duket që për kontrollojnë Albinin. Edhe këtë strukturën e tyre njerëzve. Se sikur këta ti kontrollojshin tregtar, e kishin kontrollu çmimin. Po del që ata e kontrollojnë këtë strukturë, që shdunë nga këto aktakuzat për zotin Krashniqi e për gjithë tjerë, po del që ata i kontrollojnë ta, edhe ndodhë ajo që ndodhë. Trepça, ka qenë një çështje e ndihshme, është mbyll përjetësisht Trepça. Është situata me taksën, mos harroni çështjen e taksës. Çështja e taksës ka qenë kufi, ju lutem. Çështja e taksës ka qenë kufi. Ka qenë një zotësi me rujt ligjen kufitare. Përmena ligjet e rëndësishme. Edhe ajo që është më e rëndësishme ushtria e Kosovës, to tjerat ligji për Prishtinën, e kom kthy pallatin e rinis, komunës, që shedini,
I ke marrë do vendime tjera të rëndësishme për qytetin, për kryeqytetin, ligji për ligjin, implementimi i tij, gjitha këto kanë vlerë. Por kryesorja pra është Trepça, kufiri, si s'kam leju mu prej kufiri i Kosovës, me Serbinë, taksa, dhe që është po ashtu ushtria. Edhe të gjitha këto punë, pa sankcione, pa dënim për Kosovën. Për shembull, nëse kem kryer ndonjë punë gjatë periudhës të qeverisjes që po shkon, që shkoj realisht, murëm dënime nga BE-ja, murëm dënime nga Amerika. Unë i kom bërë këto punë pa ashtu dënim. E fundit, Haradinaj, ju e mirë mbajtet rezultatin në zgjedhjet lokale duke qeverisur përfundimisht në 5 komuna: Gjakovën, një prej qyteteve të mëdha, Suharekën, Klinën, Deçanin dhe cila ishte komuna tjetër? 5 komuna. Është Suareka, Deçani, Gjakova, Klina. Këto 5 komuna, mendova mos mikëm ndaj. Kemi edhe bashkëqeverisjen shumë E komuna. keni përjetuar si rezultat impresiv. Keni mbajtur habitatin e gjeografik të komunave që i kishit në vitin 2021. Sa keni pritje reale që këtë rezultat ta shndroni edhe në rezultat të zgjedhjeve nacionale, apo më shumë se sa ky rezultat në zgjedhje nacionale? Komuna e dytë, me më shumë të vota, pas Gjakovës, për Aleancën është Prishtina. Kemi 10.000 vota. 10.000 vota në Prishtinë, po. Për parti po flas. Po. Tani, dallimin mes të parit. Cila parti ka fitu ma shumë të komuna, po hekim listën serbe. Nominalisht do t'i vjetë që lista serbe ka fitu, po. Po ata i kanë edukatune ato ku dion, po edhe nuk krahasona me ta. Po cila parti shqiptare ka fitu ma shumë të, edhe sa i ka, 7 komuna. Aleanca ka 5. LDK-ja ka 7, VV-ja 7. VV 7, PDK 6. Tani me drenasin po i thonë 7, po 6 komuna me... Sa do që i ka, partia e parë, i ka 7, na i kem 5 komuna. Edhe i kem fitu me rritjet votës. Çka po du me këta? Shiqap, nuk është fortje reale, ne garojmë me fitu në zgjedhje. Unë e di se shumë kuj ka me thënë, po qysh me fitu, e ke pas zgjedhje që shkoj 7 pikë. Ju lutem, është konsolidu shumë baza jonë. është konsolidu shumë baza jonë, argumentet tona. Cili leksioni që mora Haradinaj, në gjithë këto proces zgjedhore? Unë vetëm një leksion e di, nuk është mirë Kosova kur me kujtu që mundet vetëm. Pse? Na duhet me bëj punën tonë. Por nëse i bojmë, nëse Kosova është bashkë me Amerikë, edhe alat e tjerë sigurisht, me gjuhë të popullit bëhet qërak. Shpejt. Zhvillohem shpejt, nuk na ik rinia, rrim këtë vend. Pra unë e di që do këtë vend shtëpia bardh Washingtoni. Nëse e don këtë vend, nëse vetia do të mirë në këtë vend, dohet gjashtysh kjo pjesë. Duhet me kry punën tonë, duhet me majt kryt në punë, mos mu vetë lavdru, mos me qu sinjale që vetë mjaftohesh, me konë serios në punën tonë. Duhet me bo punë tua, shti bo kush punë të Kosovës, pa i bo të tua të s'ni mo kush, vetëm të lutna, duhet gjashtysh me i bo bashkë me Amerikë. Cili është ekipi juaj që je duke biseduar me ta për të bo pjesë e listës së garuesve të deputetëve, çka shkoi mire, keq në të kaluarën, çka do të përmirëson tani Haradinaj? Ju keni rezultat impresiv në nivel lokal. Fatmirësisht janë në nivel nacional janë kriju shumë lider lokal. Po. Që qytetari i ka vlerësuar me votë, për asambleje po flas. Një pjesë e madhe e këtyre liderëve lokal do të jenë pjesë e listës sonë. Pra ata që ishin magneti i kësaj vote për komuna, me ta do ta bëni edhe me ta garën. Një pjesë e madhe e tyre, pra brezhi i dytë, ne po krijojmë brezhin e dytë, nacional në këtë rast, nga udhëheqësit e terrenit, nga njerëzit e terrenit. Këtu e ke pasur, gjykoni pikën, si keni menaxhuar mirë,
në të kaluarën në nivel ne kemi të zgjedhjeve nacionale? Ne kemi një ekip mirë nacionale. Edhe për shembull kemi shumë njerëz në kandidaturat tona që kanë marrë 5.000 votë në nivel nacional. Ata janë pjesë e listës. Po. Me ndonjë ardhje të re, me ndonjë situatë të re, por kësaj here do t'i japim përparësi, se kur bëjmë koalicione s'po mu japim përparësi njerëzve tonë, nuk mu japim mundësi me garu. Kësaj here dojmë mu jap mundësi edhe brezit dytë. Edhe besoj që do t'jetë një listë shumë serioze. E fundit, cilin mesazh po u aqoni direkt qytetarëve në prag të këtyre zgjedhjeve të 28 dhjetorit? Çka po u thoni konkretisht Haradinaj? A do të mbetet Kosova në këtë gjendje që është edhe me thelluar mbasi të krizës, apo gjitha këto probleme me të cilat po jeton shoqëria kosovare do të shihen si të përfunduara, të përshëndetura, me një alternativë që mund ta përfaqësoni ju dhe tjerët sot në ish opozit? Unë po i them qytetarëve të vendit që i kry punë. Kur i kry ato punë, nuk i kry vetëm për antarët e aleancës. Nëse e ndali rritjen e çmimit të energjisë dhe e zbres çmimin e energjisë, e zbres për të gjithë qytetarët, për çdo partije, pa parti, për të gjithë. Unë i them qytetarëve të vendit që e maj kryt në punë, nuk merrna me kush çka tha, e tjera, në punë, në qeveri, po e maj kryt në punë. Edhe do ta zgjidhë çështjen e sigurisë shpresës, që do të na hap një kapitull 3 tjetër shtanë. Unë po i them qytetarëve të vendit që për shtajtimin e jetës do ta menaxhoj me rritjen e hyrave, me rritjen e pagave, në gjithë Kosovën, jo vetëm një kategori, në gjithë Kosovën. Unë po i them qytetarëve të vendit që kushdo që merr beshim, nuk ka me lo rahat pa i kryer punët e veta. Do të jam vërtet i pamshirshëm ndaj secilit që merr përgjegjësi me kryer punën e vet. Ne kemi nevojë për dikon që i kryen punët e vendit. Pra, nuk është kjo vetëm teori, nuk është kjo vetëm ndryshe thon elaborim teorik. Këto janë çështje serioze. Dikush duhet ma shumë duhet me kalu kohën kek kryeministri, që është energjia shumë serioze. Ma shumë duhet me kalu kohë rreth temës së energjisë, e me i tregu qytetarëve kur ka më ullë çmimi dhe sa. Ma shumë duhet me kalu kohë me këtë palët, si me rrit hyrat e njerëzve tonë. Që qënë nuk është në rregull vetëm një herë me jap 100 euro. Pse mos me jap çdo muaj ato 100 euro. Pse mos me jap laonës ma shumë për atë rrethmi kur kanë zbrazët veni. S'kem 3, s'kem fëmijë, s'kem të lind fëmijë në Kosovë, as voglu popullsia, jem të plak. Pse mos me jap studentit? Pse pensionet mos po rrit edhe pak? Si ka hije me tajtu. Pse kategoritë e lirisë, pse mos e pas policia një risk për sigurime shëndetësore, pensionale i lutem. Ju do të merrni vendime thoni. S'kem çare. Nuk mund me jetun pa kufi. Pse mos e pas sigurime shëndetësore ara në Kosovë? Njerëzit kërkojnë Po atyre private që. lider që marrin vendime, që nuk kanë situata pezull. Si çfarë, do të më hunë shkryt. Nuk i aty për me bo PR. Nuk është propaganda mo. Ta kanë dhënë drejtë me punu. Për shembull, kësaj qeverie që shkoj, populli ka shumicën maksimale, mundësinë maksimale. Opozita, as i ka gjujt gaz, as i ka bërë protesta, as i ka dalë rrugë, as i ka penguar, ka pas shumicën. Nuk i ka kry punë dhe lutem. Nuk i ka kry punë. Edhe këto projekte infrastrukturore, për shembull, gasqiellësi, prej Shkupit në Prishtinë. Unë dal. Në këtë qeveri unë dal. Amerikan, po. Që kryet për 6 muaj. Për sa? 6 muaj. Trasheja ekziston. 6 muaj ditë kryet. Ditë të ditë vjen gazi në Prishtinë. Centrali me gaz. Nuk është ata kanë i pru krejt burmet e me i lije këtu. Ato janë parafabrikume. Centrali me gaz, nëse e merr me urgjencë qeveria, mu e kryen për 1 vjet, bre. Për 1 vjet mu e kryen centrali me gaz, me prodhu energji me gaz në Kosovë, me çmim që ti garanton qytetarit. E jo mund varë nga kollubara e Serbisë e nga tregtarë. Janë to situata serioze. Ju i merrni këto vendime. S'kem çare, nuk është unë, Kosova i merr. Po, njerëzit votojnë ju, Haradinaj. Si çare, nuk lona. O dhe të tjerët, prandaj. Nuk e hupi kohën Kosovës. Ju kujtohet që e kam kthy prodhimin.
energjisë në 2017. Kemë raportuar natën e ditën. Skenat e situatat e insinuatat e problemet që nuk kanë qenë të lehta. Edhe kemë këthyë çmimin e energjisë. Edhe për shkollum tani. A rrit çmimi i energjisë sa kam qenë? Jo, nuk është rrit. Nuk ka mujtë më rrit. Nuk është se s'ka pas presione për rritje, po nuk ka rrit çmimi i energjisë, ja kam rrit qytetari çmimin e energjisë. To janë situata që reale. Tjetra është, shifni situatën me ushtrinë. Tash po flitet për atë kohë. Unë s'kam folë shumë. Nuk ke folë. Isha me juve në SBA dhe fare nuk keni biseduar shumë pak. Po s'duhet, si që nuk duhet me zbërthy këto. Këto e në punë, që këtë kryet punë. Mu më kujtohet dita e prezentimit ligjën në parlament. Nuk jem dalur me lexu ligjit e ushtrisë. Se kryetari i qeverisë i ka lexu ministri i mbrojtjes. Ministri i parë kur u bë ushtria, Kosovës, Rostem Berisha, generali Berisha. E dini, kështu në parlament. Nuk jem dalur. O ki përballë një gazetar që ka memori, ka trashëgimi i ditë gjitha. Qytetar vej pyet, a jam dalur me lexu ligjit? Jo. Unë kom lajtur aty. Ai ka lexu, që edhe i ka taku, që i komandanti Kosovës. Ai ka lexu, edhe u kry puna. Edhe që më dalë me bo festa, ceremonie, i kem bo ato zyrtare që është dashë në shtri, që shedini, edhe atë fjalimin e famshëm të reshtit, kaq. Po shqiqonë që i kom të regu atër qytetarëve, sa kontrata janë nënshkru, kur kanë me ardhë, si kanë me ardhë, ta tashti, për sa herë vinë 3 shane këta po dalin sëret me to. Ushtimin e Daullë, ka duhet të ndëgjojmë, ka ish opozita, ka zoti Kurti, e fundit kjo, Haradinaj. Unë besoj që qeverinë e kryon fra opozita e deri djeshme, në këtë rash pozita e rejë që o kryuë, edhe do të punojmë. Pra, në cilin do kapacitet, cilin do situatë do të punojmë, shdoj me hubë kohë venit. Të falenderoj për kohën, zoti Haradinaj. Lutem, Ridvan, falenderit. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.